ton ditës. Kryetar. Mirdita. Sot, problemi më madhor i ekonomisë tregut dhe qytetarëve shqiptar janë oligopolit. Gjatë këtyre javëve, me të drejtë, jemi ndalur tek oligopoli i hidrokarburëve, i naftës. Por, në tregun shqiptar, nuk është ky i vetmi oligopol. Oligopol në tregun shqiptar është dhe kafshata. Është kafshata. Oligopol është sheqeri. Është mishi. Janë oligopolet, pra janë mumuthët e tregut. Nuk janë fenomen shqiptar, ose nuk janë vetëm shqiptar. Jo. Janë, po thuaj, pantotenik. Duhet pranuar. Por ndaj oligopoleve, shteti ligjor garanton mbrojtje qytetarit nga abuziviteti potencial i marrëveshjeve të fshehta midis antarëve të oligopoleve. Në qoftë se u merrni sot tregun e hidrokarburëve, janë disa kompani të licencuara. Në qoftë se merrni tregun e mishit, janë disa kompani të licencuara. Në qoftë se merrni tregun e sheqerit, janë disa kompani të licencuara. Por, këto licenca, a shërbejnë këto për të rregulluar tregun, apo në marrëveshje të fshehtë asgjësojnë konkurrencën? Dhe kuptohet, oligopoli është një dukuri e ndërmjeme midis konkurrencës së ndershme dhe monopoleve. Oligopolet në Shqipëri, nga një analizë, arrin një veprimtari antitreg, antiqytetar. Kjo sepse peshojnë në kandar dhe blejnë me lecka nga Edi Rama e poshtë. Shqipëria ka ligje. Dhe ligje të mira, të cilat kanë të zbatuara
mbrojnë qytetarët nga oligopoli. Ndaj dhe një nga drejtimet e punës tonë dhe përpjekjet tona do t'jetë mbrojtja e qytetarëve nga oligopolit. Absolutisht ne nuk kemi kundër biznesit kur. Ne jemi partia më pro biznes. Më pro biznes. Në mënyrë të përsëritur, ne kemi denoncuar taksat katastrofale mbi litrën e naftës. Po, më të lartat mund t'jenë më larta në botë, në Europë po, por mund t'jetë më larta në botë kur një litër në tregun amerikan shitet $1.1 apo $1, kurse këtu taksa është $1.1, kjo të i kalon çdo lloj logjike, ekonomike dhe pa diskutim është një bazë për çmimin në këtë shkallë.